tjetër. Flas për gjetur pasurit e vjedhurat shqiptarëve. S'ka ngel njeri që ku t'i gjejnë parat. Vetëm Rama është. Po. Vetëm unë jam dakord me duke vazhduar atje ku e tha Antoni. Domethënë këtu kemi një problem që Spaku si një institucion që do t'ju japi shqiptarëve atë drejtësinë e munguar, luftën kundër pandëshkueshmërisë, rikthimin e pasurive të vjedhurave të shqiptarëve e tjera, duhet të funksionojnë në varësi të rendit të shtetit të ligjor brenda shoqërisë demokratike. Dhe përpara gjithë kësaj larmie, ne mos shpërndahemi në raste të veçanta. Si ka funksionuar ai? Të tërë ne e dim që ka raste të tilla ekstreme, si u fillua në fillim, si u politizua dhe u bën një armë kundër kundërshtarëve politik, duke gjetur edhe dënuar ata për hir të donimit, ose të ashtu quajturës që ne po fillojmë këtë luftë, po e fillojmë nga këta që kanë 13 vjet që janë larguar nga pushteti, gjë që nuk ishte një fuqia e një drejtësie që po vinte. Tani, për mendimin tim, problemi kryesor në raportin e funksionimit të shtetit të drejtës në Shqipëri, atë që duan shqiptarët dhe mos funksionimit të gjithë këtij sistemi, del vetëm një njeri. Një njeri i cili ka kapur shtetin dhe ky është Rama. Prandaj, të tërë opinioni publik, duke ndarë atë çështjen ligjore, e pranon që kryejduti që lidhet në të gjitha aktet korruptive, duke filluar që nga vjedhja e zgjedhjeve në Peshkopi, dosja 184, në Durrës, ku i imponohet edhe zgjedhja e njerëzve të lidhur me krimin në të njëjtën listë që ka firmosur Rama, dhe vazhduar pasaj me skandalin ekstrem të Llogorasë, të vjedhjeve masive të pronës publike në projektet e Durrësit, në projektin e Porto Romanos, në projektin në gjitha projektet tjera. Pra, nuk është çështja që janë kapur të gjithë dhe ky ka mbetur dhe tani është bërë një punë e mirë. Problemi është që kjo shoqëri e kapur, një shtet i kapur, një shtet që funksionon si narkoshtet, një shtet që ka një problematik të jashtëzakonshme, duhet të rifunksionojë duke goditur atë që është problematika kryesore. Dhe ne gjithë bëjmë dakord që nuk e kanë goditur fare. Po se Rama është mekanizmi që vën në lëvizje gjithë të... Po mund të kapi dhe Rama nesër. Jo, po nuk po presim këtu. Edhe neve nuk e themi që ky ka një mandat 9 vjeçare, letikin këta se s'kan ç'a të bëjnë, se bën 6 vjet dhe jo nuk është shumë. Këta mund të qëndrojnë edhe për shumë kohë, në qoftë se këta do të fillojnë të punojnë dhe të realizojnë, domethënë, zbatimin e ligjit dhe respektimin e kushtetutës. Sigurisht, drejtësia nuk mund të ndahet, edhe unë jam plotësisht dakord e duhet bëjnë një thirrje që gazetarët, njerëzit e medias, ne kemi kolegun ton këtu, zotin Hoxha, por edhe zotin Qyno, e gjitha që vazhdojnë. Dihet një gjë që në qoftë se bota ka ndryshuar, raporti i shoqërisë perëndimore, sidomos me fjalën e lirë, gjë që është insistuar edhe nga sekretari Rubio, që neve do të godasim të gjitha qeverit, ku do t'jenë, në qoftë se prekin fjalën e lirë të qytetarëve. Domethënë, nuk mund të vazhdoj puna sikur është një mekanizëm i rëndom. Kush na del, kush na influencon, si nga fillimi i tyre, në fillim kanë qenë ata që e përkran ato institucionin e Spakut, ata që vinin këtu dhe thoshin që ne bëm punën tonë, po ju hapni çështje penale për liderin e opozitës, tëra këto tregojnë dobësinë e Spakut, ashtu si edhe dosjet ndaj gazetarëve. Prandaj, për ta mbyllur edhe për të thënë, përpara Spakut dhe përpara shoqërisë shqiptare është një rrugë. O do të shkatërohet mekanizmi që mban këtë shtet të kalpur, kleptokratik, hajdut, edhe një shtet që po
po e degeneron dhe po jeq perspektivën shoqërisë shqiptare, jo kjo, dhe ky është raporti kryesor i SPAK-ut, nuk mund të ndërprej. E para, së dyti, raportet kanë ndryshuar. Kemi një Rama i cili ishte i sigurt në fillim, për arsye sepse Rama e kishte projektuar bashkë me përkrahasit e tij, duke përfshirë edhe grupet e interesit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ky të mbante pushtetin politik dhe financiar në shërbim të përbashkët edhe me ata për të realizuar një spastrim. Ma lejosh një pyetje? Jo, ta lejojnë, ja ta mbaroj këtë, dhe për të konsoliduar pushtetin e tij. Domethënë, kjo gjë ka ndryshuar tani. Dy gjëra ka ndryshuar shumë, edhe po të shikosh, goditja ndaj Ballukut është goditja ndaj Ramës. Është direkt goditje. Dhe për shqiptarët s'ka ndryshuar asgjë. Si s'ka ndryshuar asgjë? Është i pa penalizuar, më është njeriu që i vjes shqiptarët hapur 50 milion euro minimale, pa i llogaritur 2 urat që nuk ekzistojnë fare. Janë edhe nga 25 milion. Domethënë vetëm në një afar është 100 milion. Ke çështjen e portit Durrësit. Interesat e shqiptarëve kanë humbur me 1 miliard euro vetëm nga vlera e pronës publike. Janë pronë e qytetarëve. Ambasador, një pyetje. Po. Nëse Rama arrestohet të ikën nesër, dhe nëse bie gjithë pushteti i tij, gjithë fuqia e tij, dhe merr opozita mandatohet në parlament, kryet qeverisë, nuk ka rëndësi kurse se zgjedhën kryeministrin. A ndryshon gjë në raportin e SPAK-ut kjo gjë? Pra, në raportin që është bërë, iku Rama, më u godit të Rama, iku ky. Në raport me SPAK-un, në atë që ne kemi investuar dhe vazhdojmë ta paguajmë sot e kësaj dite, pra se i paguajmë me buxhetin e shtetit SPAK-un, nuk e paguajnë amerikanët. Amerikanët kanë sa ndihma, më shumë kanë vendosur mekanizmin se sa japin para. Ka kontribute Bashkimi Evropian. Ka kontribute, po 90% e kontributit është buxheti i taksapaguesve shqiptar. Pra ne 6 milion euro janë të buxhetit të shtetit. Buxheti i shtetit pra vit për vit, se ka japin konsulent, trajnim. Po kjo do të thënë që ky institucion të jetë i varur nga vendimi i një ekzekutivi i cili kërkon të kapi gjithë. Nëse kapet Rama dhe vjen dhe opozita në pushtet, nuk ka rëndësi. Ky në raport me SPAK-un që ka bërë deri në kapjen e Ramës, është produkt ky se u kap Rama apo shqiptarët duan të dinë ku janë paratë e tyre të vjedhura? Në logjikën time. Jo, mirë, e bëre pyetjen. Pra, mungojnë qindra miliona euro që kemi folur pra, biem në një për t'u lënë dhe kolegëve tjerë. Për një gjë ja po ta them. Ore diç Rama lart qofse. Po, patjetër. Kjo që thua ti është e drejtë. Po në qoftë se zona e cila është me arrest shtëpie vazhdon funksionin. Kush është me arrest? Kjo e akshit. Dhe firmos akoma. Firmos akoma, nuk e pezullon njëri. Firmos akoma. Se di për të, sinqerisht se di. Jo se di që është firmos. Ti kërkon të jo se di që është marrë shtëpi. Ti kërkon të gjendën para që ata kanë vjedhur, ndërkohë që ky i le për sërish hajdutën në krye detyrës? Unë besoj në shtëpi me qira. Në shtëpi me qira. Unë e kam thënë 100 milioni ka vazhduar Ballukut të nënshkruaj. Zoti Peka, hajduti është në mision për të vjedhur. Ne kemi gjetur. Atëherë minimalisht i ndalo hajdutin. Po tani pastaj tas për paratë këtyre. Se i morë këta raste të tjera, ti krahasove Metën dhe Velierën ose të tjerët, nuk janë pa krahasueshme. Janë pa krahasueshme edhe Berishën. Ore, njëra ishin detyrë që mungonin incineratorë janë dhënë 130 milionë euro. Dakor që akuza është Sherakën ndaj tij. Kush ka marrë? Ore, hiq njëra hajdutin ti. Mos ket mundsi firmë më. Balluku ka firmos 12 miliardë në këto vite tendra. Nëse mësoj që janë në SPAK dhe janë bërë publike. Çdo tender, çdo koncesioni ka dhënë marrëveshje me porosi të Ramës thot. Prit një sekond. Hiq njëra hajdutin ti. Kjo e akshit. Ka ndalë përgjimet, janë videos, është në kërkim si grup strukturar kriminal. Hiqi nga detyra njerëz, do të ndalo hajdutin njëherë nga vendi. Ndalo hajdutin. Ti pastaj flasën për kthimin e parave. Të lutem, do ma lesh. Ndërkohë që ky let vjedhin prap. Vetëm një fjali, vetëm një fjali jo replik. E ndalova hajdutin e parë, hajdutin e dytë. Kur ndalon hajdutin çimi, bën dhe hetimin, procedimin. Bën dhe sekuestrat për pasuritë kriminale, më fal. Po do vaj çet me 40 hajdut. Prit pra, me hajdut ke kap. Po, jo mirë se nuk ka rëndësi se. Por të se kap krye hajdutin. Duhet ali baba. Ata pra, ti thyej sistemin. Ti se kap krye hajdutin. Ma lejoni krye hajdutin dhe thyej sistemin. Pastaj je parat. Parat janë shumë të rëndësishme. Hajdutët ndrojnë, nuk ka problem. Ambasador, vetëm një fjali. E kanë kap hajdutin. 1 milion euro. 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 1
e thyn mitin e pandushkueshmërisë. Kanë kap, jo. Jo, nuk e Po jo të kanë kryej Hajdutin siç pretendon. Por ata s'po e bëjnë këtë gjë, prandaj po diskutojmë ne. Pra, këta i kanë gjithë lekët e Prandaj Rama. është e rëndësishme edhe të Meta ka lekë të opinioni Rama. publik. Po si bie, por Meta ka lekë të Rama. Meta nuk është prasë. Ja ka ndarë Monikës veç. Ka thonë të mia çoj të Rama, po si nuk të E ka kap Hajdutin. Meta nuk është prasë një film, prasë tendër. Këta janë për filmat dhe për tendra. Po flas për 35 vjet. Po 35 vjet po si kanë kap. Në 35 vjet si kanë kap. 35 vjet i vjet ka qenë kryeministër. Si kanë kap asnjë film, nuk akuzohet Meta për asnjë gjë. Ndërkohë, I dashur zoti Peka. Zotri, incineratori nuk ekziston. I dashur zoti Një sekond, incineratori nuk ekziston. 50 milionë që tunet Llogras është i provuar. Tu se ekziston. Shpërndarja me SMS-s kryeministët e lotëve të Unazës Tiranës janë të provuara. Kjo Stuman Kashar që është 27 km sa është që do paguajë 1.2 miliard euro për të është e provuar. Po. Hiç persona të tjerë, ndalo persona që si s'është e provuar. Asgjë s'është e Nuk e dini që do paguash 1.2 miliard euro? Por nuk ka kusht, Stuman Kashar. Është kontratë. Lekat mo. Po që është kontratë kriminale nuk është e provuar themër. Se sa do paguash 1.2 miliard euro. Por nuk e vendosun kush sa do paguaj as ti o çim tani. E vendosin standardin. E vendos standardin. Ore nuk quhet vjedhje se duam ne ta bëjmë më pak. Si s'duhet, po ti nuk e objektin edhe po shpenzon 400 milionë euro fjalin. Vetëm ai fjali o tan, vetëm. I ke thënë tretë tani. Po mos fola fare folën këta, vetëm një fjali. Po thoya tjetër gjë më. Këta u kapën Hajdutët, procedimi u bë, hetimi u bë, sekuestrimi skemi, tani ti do dhe sekuestrimin, dakor? Po ku janë konfiskim dua unë, se sekuestrim bën Hajdutë dhe Lironi, ja ta konfirmon. Rregullon sistemin. O Andrej, se ta kanë dhënë duke siguri.